është mirë me bashkëpunu. Ju nuk keni bashkëpunu me ne as për mësoan, nuk e keni votuar, nuk keni bashkëpunuar në projekte shumë të mëdha, por sinqerisht kam besu që do të reflektoni. Kundër përgjigje, zoti Konjufsa, një minutë, urdhëro. Tash kjo po del si aveza pula e para, por popullit që ka po marrë mendja, dhe kjo është gjykimi vetëvendosës, është që ne u refuzuam në përpjekjen për bashkëpunimin tonë. Domethënë patëm një barikadim të këtë spektrit. Nuk është e vërtetë. Që me shpërfaq vetëvendosin. Ne kemi Albin Kurtet dhe zoti Krasniqi atëherë. Jo, më fal, po nuk është e vërtetë se janë të dhëna publike. Po ani e merr një minutë edhe më thu që nuk është e vërtetë, se unë dëgjova. Po do me thonë që ne kemi bërë ofertat tona, nuk jemi mbështet në këtë bashkëpunim, nuk ma mërmendja që një parti politike thjesht e ka për bërgjë me thirë krejt spektrin politik në koalicion. Nuk ndodh as në Gjermani, as në Austri, as kërkun heq. Një parti politike e ka një preferencë, dhe preferenca i takon fitusit zgjedhjeve. Nëse partia tjetër nuk dënë, atëherë e shpalos, thot po du me tjerat, sepse ekzistojnë numrat, kanë ekzistuar numrat në Kuvend të Republikës Kosovës. Jo dhe e keni refuzu bashkëpunimin me vetëvendosjen, edhe nuk e keni bo bashkëpunimin me njëri tjetrin, që mi adhonë Kosovës një qeveri të re. Faleminderit shumë, 30 sekonda qitaku. Kjo është pa përgjithësi për mendimin. 30 sekonda qitaku, pastaj. Zoti Krasniqi atëherë. Nëse nuk e keni bo këto, pse nuk? Zoti Krasniqi atëherë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, diku në muajin prill, nëse zgaboj, është takuar ose maj, fillim muajit, me zotin Albin Kurti. Dhe ndonë se ne kemi bërë të qartë